Mbi 18.000 shtetas të huaj nga 140 shtete kanë aplikuar për leje qëndrimi në Shqipëri për 6 muajt e parë të 2026-s. Konkretisht, pjesa më e madhe e aplikimeve, 11.246, i përkasin kategorisë së lejeve unike për punëmarrës. Më pas renditen aplikimet për motive humanitare me 2.564 aplikime. Për bashkim familjar janë pajisur me leje qëndrimi 1.746 shtetas, apo 9% e totalit. Kategoritë të tjera përfshin dhënje të 805 lejeve të qëndrimit për studime, që përbën 4% të totalit të lejeve të reja. Gjithashtu leje unike për të vetë punësuar investitor pati 737 për janar-qershor, apo 4% e tyre, ndërsa për leje të përhershme janë regjistruar 20 aplikime. Monitor shkruan se numri më i madh i aplikimeve është regjistruar në Drejtorinë Vendore për Kufirin dhe Migracionin në Durrës me 6.241 aplikime, duke përbërë 34% të totalit, e ndjekur nga Tirana me 5.932 dhe Vlorë me 4.356 apo 23% të tyre.